Hypse vrava nuk e di, thonja është e mëshme, po nuk e di kush e ka thonë saksisht. Se atëre rëzohet, do me thonë themelisht. Neve shqiptarët jemi shumë taft. Një joni është sa 3 Gjerman. Po ne nuk di me vlerësu tonin e nën vlerësojmë, ndërsa tjetër ne vlerësojmë edhe pse nuk është i vlerësuar. Normal që i pagujmë mirë njerëzit, se do të më paguajnë, se do të më dhënë hakin. Nëse s'ki shef dikush më ta bë ty, pse më apo ti dikujt tjetër? Është e drejtë ajo. Ti kështë shef i mirë? Jo, nuk jam unë, s'po du mu lavdru asnjë sen. Vallaj kështë shef i mirë, jetë mbindë edhe unë me arme për nuk të ti. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Afrim Hajdari. Afrim e qa mirë është Afrim? Unë mirë në me ndërtimtari. Afrim, unë e kam pyetjen bash për ndërtimtari. Por no. Je biznismen? Nga pak, po. Okej, unë e kam pyetjen kështu. Cili zall një qyment Mishalica, apo? Po. E hypset vrava, është drëpset vrava. Kush i ka thonë? Nuk e di. Menu e mirë. Ja se di, hypset vrava nuk e di, thonja është e mëshme, po nuk e di kush e ka thonë saksisht. Se atëre rëzohet, do me thonë themelisht, s'u skodzoj. Bravo, e ke që duka të themeli e. Qka përdorët kjo? Thash, ma herët të regohë. Është e dyanshme është do me thonë. I vrom se i vrom? Hypset vrava që se i vrom se i vrom. Po, e përdorin punëtorët ndërtimtari, e kumni. Qëto kum përdorët kjo, jo vetëm ndërtimtari. Po, ama sot e kumni ndërtimtari. Hypset vrava zëfë, ndash mirë, ndash kesh, apre të ke bo do me thonë, qysh dushe quna. Ama para se me thonë këto, hypset vrava, e thash, 2 zall, 1 qyment. Po, kuptohet. E thash, Qashtu e kena bo për para 3 zall, 1 ciment. Se me bo pak ma shumë, me shtu pak ma shumë, mos me bo mirë. E, qështë të bëtë mira, ja? Ja, si ti shajsh ma shumë atëherë, nuk i ka do me thonë. E në kone sodit, që shonë që ajo 3 zall, 1 qyment? Sa në kone sodit, është pak ma ndryshe. Për para, kër i këmarë, së unë jetojmë për rëndim, kër këmarë pas luftës këtu, do me thonë, i kam bo që ashtu, shkele shka, tash jënë të i bo mirë, jënë të i regullu mirë, tamon që shtu, do me thonë, statika që ka planifiku, që ashtu. Kështu që tani është të ndërtu mirë, s'bo me thonë që të ndërtu keq. Unë e kam pa këmni në media, në mediumet ndryshme, në televizionet ndryshme të Kosovës, këmni se rasti kur një njeri, mas i ka do në banes, ka ro me Balkane me ka kret. Ka do në Balkan me pi kafe, edhe ka ro. Është të mëshme se nuk i kanë fut armaturat sa. Do me thonë gjitha të do statikën, nuk e kanë për cilë, do me thonë që shenë parametrat, se pak shqip në të fjallë më kanë largu. Dhe për këtë arsye më në mendodha jo. Po tani jo, tani besoj që është të ndërtu mirë. Punëtorët e juve nuk thirrën 3 zall 1 qyment? Jo, neve kështu, neve i porosisëm, do me thonë, i kemi koordinatat cilat, i porosisëm prej aty, do me thonë, cimentorës që është Gjermane ato i kanë, edhe neve na vinë. Ata e marrin, do me thonë, provën, pastaj i qojnë labor, nëse ata kanë gabu, ata e dhonë përgjësi, jo neve. Jo e pas kemi përgjësi tjetër kujna. Do në thonë punëtori këto s'ka të bëj me qyment? Ja, s'ka të bëj me qyment, a i bën vetëm me punën që i për do me thonë prej neve, prej firmës, i ka do me thonë parametrat cilat që shka me vepru, që shka me ndërtu dhe për ndryshe qatë. Në cilin vend Gjermanis jeni? Berlin. Berlin. Në Berlin je biznismen i ndërtimit. Po, ndërtimit. Je faza par, dora par e dyta për e tretë? Në fillim kam qenë dora dytë, pastaj tani jam dora par. Tash dora par. Sa punëtori ke marrë prej Kosovës? I kam marrë dikun 10 inxhiniera dhe arkitekta. A je dëshpërum? Jo, nuk jam i dëshpërum as pak. E veç të me pas kujdes. Neve, shqiptarët jemi shumë taft. Një joni është sa 3 Gjerman. Po ne nuk di me vlerësu tonin e nën vlerësojmë, ndërsa tjetër ne vlerësojmë edhe pse nuk është i vlerësum. Kjo është gabimi jonë esencial. Një i ri joni t'ishte në gjip, po thëmë kështu ma shqip, 3 Gjerman t'ishte në gjip. Kështu po thëmë bukfalisht, edhe po thëmë me eksperiencë që më një kodë gjatë atje. Jo, janë njës taft, rinia jonë, po ne du t'mi shmu këtu, e du t'mi bo kushtet këto këtyre që me nejtë këta këto, e jo për pat kesu, ne kom qenë mes 2 zjarave, mi marra po mës mi marra. A ke marrë familjar, apo? Jo, i kom marrë, pa familjar. Shamë kom marrë dhe familjar, ndërko më i po shumica e më pa familjar, këtë inxhinier, arkitekta, si cili prej ty në maj mirë se tjetëri. Më rana 6 muj ditëve kanë mësu gjuhën gjermane. Birma timu në Gjermanë, këto ta mësën gjuhën Shqipe më rana 6 muj, 6 vjetë shkojnë nuk ta mësën gjuhën Shqipe. Po ne e nënvlerësojmë njerin ton, njës ton, rinin ton. Rini diamanten, vetëm se do të me fillu mi shlajfit, përmison pak. Po. Se për ndryshe, ja, do të mi bo mirë qenin këtu me dhonë, do me thonë kontributin.
Edhe pse në tjera vende në rregull, ama në vend tonin. Po ne nuk ju bëjmë kushtet këto, dhe vinë tjerë na i marrin. Detyrimisht unë jam konë mes dy zjarra, thash, a mi marr apo s'mi marr. Unë para se me ardhë para 3 dite e kom intervistu një djalë, e cili është biznesmen në Gjermani, ka Düsseldorfi dikon, edhe nuk e di pas saktësisht, edhe tha jam pendu që i ka marrë njerëz prej Kosovës në punë. Nuk ka të bëj me ato mbarët tash, nuk janë këtë njëjtë. Amo jemi sigurt që 98% janë të mirë. Vetëm se do të kuptohet mi dhon edhe hakun atina, do të mi dhon edhe rrugën e mirë, pastaj mi dhon mundësi atina që ai më tregu. Jo me mençmu ata, shamë për marr. Ja dhon mundësit. Edhe jam i sigurt që ata janë mirë dhe më të mirë se gjermanët. Po normal që i pagujmë mirë njerëzit, se do të mi pagu, se do të mi dhon hakun. Ti nëse s'ki shef dikush më ta bë ty, pse më apo ti dikujt tjetër? Është e drejta ajo. Kë kështë shef i mirë? Jo, nuk jam unë, s'po du mu lavdru asnjë sen. Kë kështë shef i mirë, jetë mbind edhe unë me arë me punu të ti. Hajde kur dush je i mirë se ardhen, me punu pas ke punën e mirë, moj këtë tonën edhe këtu do me thonë kontribojnë vend tonin, se na kontribus jemi. Unë tash i pata 2 arkitekta Gjerman këtu. I pata në Prishtinë, i pata në Prizren edhe i pata në Tiranë, 3 vende. Ne jemi ambasadorat këtij vendit. Ne jemi ambasadora, me të vërtet me fjalë të plot, po them këto. Mirë po, nuk na vlerësojnë sa duhet, po s'prish punë, neve bëjmë këto, kultivojmë për popullin ton, për vendin ton, për kombin ton, që kemi obligim. Ne shoh obligim. I ke pru ato Gjerman për me investu në Kosovë? Po, natyrisht që me investu, mi po gjëra që ka veprojmë në këtu, se s'po i në detale, po veç në pika shkurta për i bi. Atë lejun institucionet tona, atë pritën mirë, unë e thëmë kështu, institucionet tona jenë të mirë, për deri sa i zgjedhëm ata të mirët. Po në mes tyre ka disa shembull për marrë që nuk janë ashtë mirë, po do të me dominu e mira, pa marrë parasysh se edhe parti takoj, nuk prish punë, jemi një, që në jemi të folë tani. E po kry kjo, atër pse pra muhimu për qamu, po pike 5 njëni me tjetrin. A kemi divergjenca, normal që kemi divergjenca, mirë po ato do të milan anash, jo mu sha, mu fy, mu kasafyt, po me fillu mi regullu, se mirë është të regullu. Ata jem fascinu Gjermant. Unë nuk i kumpru vetëm ata, kumpru dhe tjerë. Po më pika shkurta, se mos të marrë. Që do Gjerman dhe në Kosovë? Ju fascinu, që me thonë, fascinu më janë. Ta do të vi me familje, do të vi me tjerë, se ata kanë paragjykime. Shaman për marrë mirë, po paragjykimi nuk është asgjë ndaj të vërtetës. Kështu që... Ti ki synim Tiranë, Shqipërien, Prizrenin edhe Prishtinën. I kam synim vende tona që janë tona. Ferizaj, kur ki me investu në Ferizaj? Jam kanën në Ferizaj, kam shok të Ferizaj, ka bolë biznismen atje që investojnë të milion atyne. Unë e kam marrë këtu mi pa do gjëra me bo, kemi bo pak diçka, shpresoj me bo diçka tjetër ndërkohë, kështu që Ferizaj ka një si zakonisht aftë. Kur do ta kesh një projekt gjigant madhështor në Kosovë? Unë personalisht jam 53 vjeçar. Kam disa plane, disa sunime, po sa plotëson ato zoti di mas mirti. A do ta informosh Kosova Infon kur të vish me investitor të jashtëm edhe më të përkra edhe na si medium? Faleminderit shumë. Ju Zoti ju rujt, ju nderoft. Ne ja dhojna mundësinë çdo personi që don me bë mirë për Kosovë. Faleminderit shumë. Zoti ju rujt, ju nderoft. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona trujt Zoti. E ju të dashur me që rrini me neve sepse gjonat e mira i sillin veç na. 2 zall një çment s'ka ma. Tash me mikser po shkojshin.